Faleminderit. Sahit Muja, doktor, agjencitë më të fuqishme të botës po godasin narkomafjen e lidhur ngushtë me qeverinë. A mund të krijojmë një qeveri teknike që siguron klimë për zgjedhje të lira, pasi dihet botërisht narkoqeveria blen votat me parat e krimit? Pyetje shumë e drejtë, një përshëndetje për zemër saj dhe të falenderoj për pyetjen. Jashtëzakonisht e drejtë është pyetja jote, është shqetësimi që ngreni. Pikërisht këto ditë, bost e kartele drogës po nxjerrin dhëmt dhe po lvizin në kërcënime më të mëdha ndaj kundërshtarëve të qeverisë. Por përsëri, unë besoj se rruga më e drejtë, paqësore, është krijimi i një qeverie kujdestare, e cila do të përgatisë të gjitha kushtet për një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Edi Rama është në çdo aspekt një armik i egër i qenjes shqiptarëve, i votës së lirë. Sajt se ju jeni një investitor dhe i njihni mirë klimën dhe ligjet e vendit. Një gjë do të them që dosja e Zornecit, gjithçka po zhvillohet sot rreth asaj atij problemi, është për shkak të hileve dhe mungesës së plot të transparencës të Edi Ramës në atë dosje. Në mënyrë absolute, për shkak të mashtrimeve, të dizinformimeve, të keqinformimeve, të qëndrimeve antiligjore të Edi Ramës, dhe ajo solli këtë situatë. A mund të imagjinosh një komunitet qindra vjeçare në atë zonë që hap sytë në mëngjes dhe shef rrethimin me tela me gjemba pa pas fol njëri me ta asnjëherë. Dhe kur u vendosen telat, gazetar të njohur e informon Edi Ramën, ja ç'po ndodh. Nuk u ndje fare. Nuk u ndje fare. Pra, nuk është se në të vërtet njerëzit janë apo ne që e mbështesim kundër investimeve tuaja, absolutisht jo. Por çdo investim, çdo proces duhet bazohet në ligj. Në ligjin shqiptar dhe në ligjin ndërkombëtar. Ligji ndërkombëtar e detyron Shqipërinë të informojë dhe të diskutojë me komunitetin. Ka një konvent e Arus, që detyron çdo qeveri palantare. Ka konventa të tjera, ka direktivat të Komisionit Evropian për habitatet, për shpendët. Edi Rama e ka shkel që të gjitha. Dhe është autori i kësaj krize të thellë që tani don ta paraqes njerë si pjellë e shërbimeve iraniane, greke, ruse e tjerë, pasi dështoj me këto, tani e ka fajnë interneti, blogeret e tjerë, dhe s'pranon asnjë përgjegjësi, është vetë autori, edhe në dosjen konkrete është absolutisht autori i kryesor i saj. Tos Doçi, doktor, përshëndetje. A mund ta sqaroni opinion